Që tash kemi pa tash edhe në shohun e Mitralozin. Tha shkulle tha ka çuven. Thash unë për sa të kreva, sa të zgjujma. I kemi ratu ato të byrojit. Edhe tash më sikuj komandant veç kusho. Qysh i ratu të dhe? Ethika unë e kisha zgjedh gjatën, për punës shënjestës në të kohë plumi një ke vetë, se edhe plumi i ka urrejt ata. Sponsor general i emisionit Demos. Përshëndetje miq të gazetës Demos. Mirë se po takohemi edhe këtë javë nga poligoni i Reload. Këtë javë të ftuar kemi ish luftëtarën e ushtrisë qendrore të Kosovës nga brigada 123, zotin Faik Shehu. Zoti Shehu, fillimisht faleminderit për kohën. Faleminderit për ftesën. Ne zakonisht në emisionin tonë fillojmë me frymëzimet që keni pasur si të ri për mu bashku aktivitetit, angazhimit për çështjen kombëtare. Çysh e keni pasur ju në atë kohë si i ri, qoftë nga familja apo qoftë edhe nga angazhime tjera që keni pasur në atë kohë? Frymëzimi ka qenë si i ri, në moshën rinore. Do të thonë prej shkollës fillore ka fillu kjo ndjenja patriotike. Ishën në koha e demonstratëve në teatrin Antën, ishëm aktivistat gjithmonë në protesta, në demonstrata. Edhe familja, si familje, gjithmonë kanë ushqyr frymën patriotike. Të fillu prej të parëve, domethënë kur që përmendet beteja Lumës se janë kanë lidhje me ngjarjet e këto janë zhvilluar te familja jonë. Edhe dajt i kom pasë në atë kohë shumë patriota dhe kanë qenë ballit kombëtar të asaj kohe. Edhe gjithmonë mohabetet që kemi ndëgju janë kanë krejt rreth çështjes kombëtare, domethënë nuk kemi pas tema tjera, gjithmonë këto tema në zhvillu. Edhe ata nga Prizreni. Edhe ata të Hasit Prizrenit, se dhoja me i Hasit, me origjinë. Edhe kur klasën e 7 kërën fillore, ishte një grup në shkollë, bëjshin parulla, bëjshin gjana, më umin të reseki kur shënë ajo grupa, edhe unë njoftohë me ata shokët, i kuptova që cilët janë, edhe u kyqen në grupë. I të është lëvizja popullore për Republikën e Kosovës, në atë kohë unë, si disha ato gjana se ishe i ri, edhe na çdo natë mbajshëm ledhin për shtëpia të shokëve, dikush na jep këtë detyra me vë parulla, me shky flamujt e servisë, të asaj kohe, që to punë që kishëm na si fëmijë po. Edhe një herë na dhanë një farë detyra ata më dhejt, ju vike në barut. Tash unë isha me një shkollë ortakoll në Prizren, ka qenë njëra për shkolla më të mira, ka pas edhe laboratorin. Sot Abdul Frashi, nëse s'ka. Sot Abdul Frashi. Edhe thanë që ka në laborator shkollës, ka barut. Edhe tash angazhu në më shku me marrë barutin. U bëna me 3 shokë, 2 bëshin roje, unë hina me marrë barutin. Por roja dështej. Edhe erë drejtori ka qenë një Serb, më zunë në laborator, u gjeta pak në situatë, më kreshtoj për shkolle. E kisha edhe agjen në ndjerin e arsimtare e historisë aty në shkollë. Asaj tu me lutje, me më kthyn prapë në shkollë, më kthyn. Po prapë në ato vazhdimsi i bëjshëm si lëvizje në atë kohë. Edhe unë si i ri, mendën të armatimi, mendën të lufta që ishmu të qenimi ma shkurt këtë ngjarje. Fillova me mbledh lekt, parë me mbledh një thikë. Ajo kushtoj në atë kohë dikon 100 marka. Ka qenë thikë, në atë kohë i thashë me konë thika famshme, thika Rambës. Edhe mi mbledh dhe parët, shkova me i dyqanë që në qytetë Prizren, i mbledh dhe thikën, e kom majtë deri në edhe sot e kam. A thikë e kom majtë për luftë. Dikur, në natën itën, jetëm në familje ishë njëve mboti në Kroaci, shkojshëm për pushime shkollës, edhe atje filloj lufta, të është u bloku në krejtë rrugët. Unë isha i ri në të mosh 14 vjeçar gjys, edhe u kyqe në mbrojtjen territoriale qytetit, Karlovac ku jemi. Qa o konë kjo, njësi, apo qësh është konë, pasi që ta tjeni konë shumë i ri? Po, shumë i ri, ka qenë si mbrojtje territoriale, na kemi pas si obligim me barojet të bunkerëve ku streheshin popullata, strehimorëve. Përfshirë edhe fëmijët? Po, unë të regojshën pak më i vjetër kështu në fizionomi,
letën e ftime gjatë nuk le lëpën, edhe u shënun aty, ne shënun. Tash isha edhe une, vllau edhe djali Axhës. U kyçëm në atë mbrojtjen territoriale. Ky ishte fillimi i luftës në Kroaci. Filloi luftë shumë e ashpër atje dhe një muaj në Rama ndajt neve në Kroaci, që ashtu se u bllokuan rrugët, s'më ishëm marrë në Kosovë në shkollë. Dikur deportuam nëpërmjet Austrisë, erdhëm në Kosovë në shkollë. E kreva vitin e parë në gjimnaz dhe prej aty vit, i tham Axhës, ndjerit historian ka qenë. I thash nuk mëj me lanë babën, se kishna babën në Kroaci, nuk mëj me lanë babën vetën atje. Ne ishëm kretë tjertë në Kosovë. Edhe 2 axhallare kom pas atje. Njani ka qenë 5 vjetë në luftë e prorë ushtarak në Kroaci. 5 vjetë, më thonë, pa përshim, dhe prej ditës parë në front. Zej Ksheu ka qenë, Axha. Tash është në djerë. Edhe i thash unë Axhës, Halit e ka pasem Halit Ksheu. I thash, du me shku tash në Kroaci se nuk muj me najtë këto. S'jam më për me najtë këto, se atje është luftë atë po. Edhe shkova unë në Kroaci. Pra të vazhdova mjetën të kjo një mbrojtje territoriale, se isha iri nuk më praneshin me shku në front, për shkak se babën e kisha ushtar aty në Kroaci në luftë. Edhe për thamë Axhës unë tash du të më shku pa tjetër, se s'moj me najtë të shtëpia, kur janë atje në luftë. Shkova atje. Vazhdova prapë në mbrojtje territoriale, në Asit Ri, kemi pas obligimin me këto veç brenda qytetit me baroj, mësë me diverzantat me qëse gjana. A ka pas herë në rast që keni lajmëruar se keni njoftuar ushtrin? Ka pas raste që kam tentu me hi në qytet. Në cilën qytet? Në Karlovac, është afër Zagrebit, dhe ka qenë, domethënë, qytet shumë në shënjestër, se si qytet është në gjindet në Kroacia që është si Gëshan, është bashkëmesi. Tentojshëm me marrë Karlovacin për me marrë pjesë tjera të Kroacisë. Pikë strategjike. Po, pikë strategjike. Aty u përshëndruan shumë forcat kroatëve dhe serbëve normal. Gjujshin në natë, me siguri 2000 granata çdo natë, predha. Luftime të rrepta, u duke me najtë në shtëpia pa drita, me migram makina pa drita, unë vëzësha makinën pa leje atë kohë se s'këshur këj kush... 5-16 vjetë. 5-16 vjeç. Edhe si përfundim, u kry lufta Kroacisë, vazhdova në ushtrin kroatëve dhe në 98-ën, isha në shërbim atje, këto veç lufta pa të fillu në Kosovë. Tash nuk më isha me ardhë direkt se u duke me dezertu ushtrinë aty në, isha shtetas, nuk më isha dhe sa përfundova mandatin e ushtrisë. Edhe si familje, kemi dhënë shumë kontribut me mjete financiare, organizimin e ka qenë shoqata Hasit në Kroaci. Babën e kom pas në kryesi të shoqatës me shumë hazion tjerë. Edhe unë tash masa e kreva ushtrinë, dhe thirri babën në kafe, se këshna bon menin me marë në Kosovë. Çka keni shërby në ushtri dhe çfarë njohëri ose shkallësi keni mësuar në ushtrinë kroate? Po, atje kom shërby njësi të komisarie, kështu si diverzante e qësë gjana. Masa një pjesë, një kohë kam qenë polici ushtarake aty, dhe dikur e pithan babë se qështu thash, atje është të kallë Kosova, une do të bëshku atje. Tha, 3 sana tha mojnë luftën. Kuleta, gishti edhe morali, mësmesi. Thash, kuletën e kemi dhanë, tash jemi të dhanë sa të mujtë. Atje thash duhet tash njerës dhe më shku luftu. Tha, je e lirë të përmija, tha, kur dushta, mund shme shku. A keni pas në konion Kosovë, si familje? Vetëm Axha, me gruën e vetë dhe djali. Edhe, prej aty, ndjesër me nune, si ku më thonë kërkuj heq. Asë njënë se erdhen të prej Kosovë, familja atje në Kroaci. Se kemi pas një fartelashe me një gjallë të Axhës, se kemi pas ble një faravar me prej dikuje, nuk di që është dulli një fartelashe aty, masë në hinën, kishën basnisë, o ishën në Kroaci, basnisë në kërëna me autoblinën të shpije, në kërën basnisë shpine. Milicia serbe. Milicia serbe. Edhe ta ndëtru pasaj më lërgu. Unë erdha këto ishë veç Axha, ishë në shpe me gruën edhe djalin. Pse si tregove nanës kur u nise? Kërkuj si tregove ishte është më së mërzitën. Erdha me Maqedoni, me aeroplan.
e kisha një pashosh të Jugosllavisë, po s'isha konë me vite në Kosovë. Kishtë ndryshu nëse? Jo, unë e lasë se isha në Kosovën, po s'më isha me hi në Kosovë se s'kisha vullë kur këm dalë prej Kosovë. Pashosh në kratë guzesha me tregu në kufi, edhe e gjeta një farë agencioni s'pedu me po me emër, mi lëpënimi marka me ma qitë vullën në pashosh që kom hi sot dhe për këthy nesër. Ja dhe shlekt, flajta një natë në hotel aty, edhe erdhe në shpi. Dull gjalli argjës, drejton në sheva emrin, dull me autobus më mprit, erdhëm bashk, kur erdhëm në qafë dullës, hinën, i shkoni post blok aty. Tash në televizore kisha pa një shpi në qafë dullës, ku këshin gjujtu që këja, e ka pas një balkon të prisht, një plak thyme, bashkë të qeja shpia, edhe tash kur hinë i polici serb, i viki era alkohol, i shkoni i pit, më ndrej automatin në drasë gjyksit, edhe për më thotë, në letë njëftimin e dhash, unë të tëra të asoj kohë që në konë, edhe këtë vetë në radio lidhe, tash nuk i dishna kodat që kanë këta, edhe kër i lemroj me shkojnë për shkojnë e emrin, dikur i tha, për bazës e tje, tha, sërbesht ne ma nishtë, unë në këptesh në gjungën, s'ka kur gjë. Tha, kur tha, s'ka kur gjë, më shkoj me ene, më pasën shqypje sistemit, tash të më vreta, edhe më shkoj me ene. Ashtu shkatu. Edhe më nërë, thasha, ku e në që këja, isha të ardhë, ku e në që këja me dalë me në nivu. Ne se pe aty shku me erda në shpe. Uniformën e kom pësmu prej natë të nitët kër erda, kër filloj lufta, e kom pësë blejnë me një shqitore atjet mas për veti, kështu, amerikane. Tha isha kur të rritna, unë bjen të amon, kur vjen lufta. Erda të shpijen e 34, munis për me shku në luft. Një grupe lagjës tonë, lagjë Arbana i thonë, përbare kanë të ndushanovë, ishën organizu, kënë hi prej Shqipnije, një marsh i të mërshëm që kanë ndodhë 56 orë, me ka 50 kg shpinë, minus 40, kushe dhe sa konë temperatura. Ata kanë dëpërtu, kanë hi në Kosovë. Një djalli da i stem që e kom pas shok njësitit e bashkëluftetarë të në tonë kohën, bashkëmi konë. A i kishë pas pësu me shnet i shka vesht, se ngricat të ndaja, edhe duke mu trajtu të një mjek në Prizren. Mbrëmja që ishëm mu trajtu, të mjekom edhe këte ishëm të shpia. Dhe sa e kreve terapin, kur e kreve terapin, unë uniformët sandet të shpia dhe shku më bashkë me Alima Lokon, Erdogan Marici, një shokë edhe i lagjës, edhe shku me në Riti. Kur shku me aty, ishë një komandant të në verë Osemi, shumë burë, 3 burë i fort. Pi tërgoj kush jam, dhe këne, ti tha, mu nërë të na. Në Riti aty, tha se këto tha kemi policitë në shtaraka, tha kemi të nevoj për njërës. Thash po vjen kesh, thash komandant, thash me gjithë qef, thash po jem nisë me shkudar se e kam nipin të filanisia në Semetesht. Tha, qysh du shtetë? Edhe nesë shkum në të Semetesht aty, në vërtet në Breshans herë në parë, aty u registrova si ushtari u shëkës. Mja disa ditë në jetëm në Breshans, dukur dëpërtum në qunë në Semetesht Sorex. E kemi pas një bazë, si njësi kompani Veshguz dhe Verzante, Kitrat për shqujt. Do djemë shumë trima. Edhe në të njësi i në kanë disa shokë tonë, qëse lagjë që i mi rritë bashkë. Unë e besimin e kisha të besojsh në kretë ushtarëve, normal, po aty i kisha ma të mitë edhe unë isha ma komodë. Basan aty fillun, dita parë, prezentimi, më shoke, njeftime, në nëjkme. Dita parë tash me dalë në veshgim me 2 shokë. Edhe i morën pushkët atëherë, do pushka dhejshë për në teren më atleta, ku i me shkutë një farfshati Peçan, kur ka ardhë aeroplani për migi i Serbisë, për mi kryje në unal, veç e këtejke anësh aeroplani në këqyrke, a jemi me uniforma, si jemi me uniforma. Na i kishëm kaj pushkë dhejshë, po s'kishëm që kam i base me gjujt, a i me sigur i kone i ngarkun me bomba, veç në kish kallë. Shkoj e bane i gjirë, u këthy prapë. Kur u këthy prapë, a i na veç po të hes një ko, edhe nuk na pa. Kjo ishte dita parë që u hasa me ta, dhe parë që situata këto nuk është sigur në Kroaci, se në Kroaci ka qenë pak ma organizun, jo pak po shumë ma organizun lufta, se
Aty ka shteti. Shteti, po edhe logjistika në këta gjanat. Mas në kështu fillu në këto gjodit vëzhgime, gjodit sulmet vogla, nuk i një shumë rehat. Edhe prej aty, që shu bëke situata, shkum në fshatin Studençan. I shkon ma nevojshme me shku atje, si njësi. Nikol nuk patë as luftime, as kërgjo, vetëm vëzhgim bëjshëm, vetëm vëzhgim. Edhe këshim pas një farë marrëveshje armëpushimit, me kalu 2 kamiona me ushtarë serb, edhe një makine OSBS, me kalu nërpërmes fshatit, me shku në ma mush, ravec, nuk e dini ka shkojshin, edhe ka u këtheshin në ata, në atë dilshëm në pozicione, edhe veç i vëzhgëshëm, të mësë ish marrëveshje gjashtu, mësë me gjujt. Kur erë puna, gati u ba bisedimet e rëmbujes me ra sërbis, normal. Pa vjen një qësi OSBS me ato makinët e protokollat që kanë qenë. Edhe nësa u këtym për terenit, për thot një ushtarë tha, kanë arë tha OSBS-a në shqitore. Unë që isha me loqë kështu për terenit. Shkoha në shqitore, prezentoha, thë kush jam, të regoha që këmë marë për Kroacije, ajme dhe kështë jam në epror. Unë bashkëm gjashto se tash u doke për më mbajt qëndrimet, se tash mundësit i kishëm të vogla, kras sa kishë nërmisht, tha, kemi të informata, tha, kanë me fillu, tha, sërë të mi gjujt, tha, juve, tha, në armë trana, mi ju provoku me këqyë shfarë armatimi tranë, kini, tha, ju. Unë i thash, kemi, thash, informata, pa pasiq. Thash, kemi informata, thash, po, armatimin e ranë, thash, e kemi shti, thash, e kemi pozicionu në tokë, dhe momentin që stentojnë të me hinë fshat, që atëherë kemi në amidhez. Armatimin e ranë që s'kishëm heq. Edhe fillu në ta me provoku, të neja sërman, shku në ta të OSBS. Aty në sërve e kështë marrë mene që kalojnë vetë. Sa ta unë nishën komod, se i për cilë ke, aji ishë marrëveshje, që shru ta shru duke mi respektu marrëveshjet. Edhe, mas e shku në ta të vëzhgozve, ishë njësë ata 2 kamionat më ardhë me kalu në për fshat vetën. Ka pa da itë ata. Kur ardhë në të është një pikë të bënarit të ishin, ka qenë një pikë shumë e fort e jonja, edhe fillun gjujtit atë. Ne ishëm të shku në pozicionin e kishëm në anë në gjatë. Fillun gjujtjet për herë të parë nga jo apo nga natyre? Shkëmbim zjarësh, edhe atynëve. Po ata s'guzeshme kalu se si shmarë pushimi. Tash nuk e di kush gjujti pare, po aty fillej gjujtja. Ne kemi pas një pozicion do istikame, kemi pas një kodër. Një shkoj grupa tinal, punë me Alim Alokun, ishëm me mitreza pak ma 30, 7 pikë nënsh. To jesë ma ka dole, të bom ma bet 3, atë filloj lufta. Ta marrë ishëm në pozicionin ku ta mërë një tinalt, pishohëm ata që shkon shkabanat aty. Ata gjemë gjujshin, u gjithshin shkijet në këtonën ka ana jonë kënana, vesh për skashin si i thash ali, thash edhe, thash këthejmë, thash na shkojmë të qaj vendi që tje, se na kishëm tash, ata gjujt me ka ana jonë, ne kishëm i trelozat, edhe mi shkujmë i afru afër 10 metra. Këtë ata që u gjujt në kënana, na jam shu me sa kishëm mundësi, po aty më mërmene që aty s'ka dalë asë një gjallë, mas në erdhen me tenka, me autoblinda, edhe i tërhaqën, i morën edhe kamionat, u lërgun. Është raportu në atë kohë, në lajme, në asaj kohës, ose kështu që sa humbje ka pasur shtria? Po, raportojshën, po na s'kishëm mjetë e informimi, radio s'kishëm, se rryma ishte edhe në munges, s'kishëm mjetë, s'kishëm radiolidhe, na falë në më vetë më mërvesh. Edhe ai suksesi jonë ke shumë, jo i jemi i Alis, po ke aty në shoku që ishin të pikat e Bonari, shumë djenë fort, nuk e di tash sa kush në kanë aty. Edhe dhe më thënë aty u eliminu 2 kamionat e tyne. Tash nesërmën, ata këshin njësë për mu hakmarë. Se ju ndodhi... Si zakonisht që shkanë bërë? Edhe natën ata nuk e di që këshin pas deportu, se ka ndodhë një rast aty, një djali kështë pas plagos kamën në roje. Se bëjsh në roje si kur në Kroaci që e mbrojtje territoriale, po nuk e di tash çfarë formë kanë. Bëjsh në roje të rove, nas istikamet, nas si rujshëm se jemi kanë në vesh me intervenime. A djali kështë pas plagos kamën,
4 vetë kanë qëllu në Istikame, edhe tash kur kanë marrë me qunë në fshat, njënin këtë krah, njënin këtë krah, 3 vete kanë qunë në fshat, njëni vetën 17 vjeçar, s'ka najtë, janë shku bashkë, edhe rovi kish pasmet Istikame vetën. Tash mëngjes kur erdhë ra alarmi, me shku në alë të pika, i kemi marrë armë, kemi nisë për pjetë me shku, të vrapur, sa të shmojshëm, me shku ma shpejt. S'kemi mut me hinë në Istikame, veç kanë fillu gjujtet me në Hesa. Shka, matër ka për në shojnë se na ishëm në anën mrapa, ata ishën për para, nuk i dishëm ku janë, sa në largë, në biki granata në 3 metra, në më lëjke dhe, shumë gjujshën. Edhe në ishëm pak vetë, ishëm 6-7 vetë. Momentin që Alema Loku djali dajs, hini në Istikam edhe qite mitralozën me gjujt. Nuk e disë me shka rokën, kur t'i kanë rokë edhe i ka fluturu mitralozë, për mrapa neve, mu vetëm që së mra në krye, a i 12 kg gjujnë si ka pas pesh pa municion, krejt hekur, kish mujtë më mytë në vendat e atë. Edhe kur pash që qyshur situata me sa qiti mitralozën atë, jem në dalë në anën e majtë, masë Istikamet një 20 metra, edhe i kishën pozicionin kështu edhe këna ishë rafsh, ata ishën do vleshta, edhe shkoha të veç e kom qitë mitralozë, janë ngreja kom kështu, kom qyre njëra, s'kish isha me pa atë, ma shumë kish pas njerës se hardhi të rushit atë. Edhe i kom gjujtja, kom të rejkë vrejtjën aty në vëmendjen, qëllimin e tash e kishëm, mësë me në zonë gjallë një vata, se më ishëm më rezistense, të ishën kanë 3.000 veta, kush e disa ishën kanë. Edhe më këtu i shpet, për kurioziteta që e thika, e ka pas një farë me pre, kështu një farë lime gënjishe, e thënë. Po, limi, thojnë arsyet. Edhe më kishë pasra për kalofit, më kishë pasra në ndushkëte. Edhe më këthy desa e gjeta nuk u ktheva të shok. Te gjeta ata e shtina me vete i mora. Për shkoja të pjethon, gjema tash, për dalën në pikën e dytë, pika dytë në biki me shku në fund të livadit, ka qenë një farë lom i vogël të pluj, thonë ata sfareka. U të rrashëm në për atyt, se më ishëm as me dalën në Istikame. Kur si kemi hite ujt, dullën ata. So i pash, ata ishin kanë 10 metra, ata qëllimi ishin pas me në zonë njëve gjallë, se dikush atëherë udhtojshin do autobusa, shkojshin në Sorek, në Sudën Qanë, në Samadragj, udhtojshin do autobusa. Me civil shqiptar? Po civil shkojshin në 2-3 vete, shkojshin bleshin në hargjës, çka po di, çështë koni udhtojshin ka pak. Sa isha në pushimi, sa i kanë vëzhgos për foli. Edhe dikush i ka thonë që kanë ardhur për Kroacia. Ushtri. Ata unë për Kroaci isha veç unë që në qatë njësi që ishën ardhë, pa ata ishin përgatit që kanë ardhë ustasht, kishin pas, se ne ndërgjëshim radio lidhe, kur falëshin ata, ata mendojshin që kanë ardhë shumë forca për Kroacia që së ishë vërtet, ajo. Edhe, hinëm në atujnë, se keshë të regu, hinëm në atuj, dullën serb me detektora, me këshyrë, mas kemi qitë mina, asan, që s'kishëm as mina. Edhe atash fillun ata me gjujtë fshatin, na prej poshtit, kush dhe kënë alë, gjujshëm, sa që kishëm mundësi me gjujt, nuk i lishëm me avancu me dalë për para. Edhe së ndërishën. Ishtë një dul tanka aty. Edhe tankat ishin kënë atë. Dul tanka për mirë autonin. Edhe veç e kanë shuat qyngën, edhe gjujki. Gjujki një shpit një mësusi rëfki, nuk e dim bjemën e tash kum harru, i Studençanit. Ishkan shumë buri mira, e gjujki shpin ati. Je futi një herë granatën e parë, edhe kështu është, përmi kryen është granata e pape shpisë mësusit. Tak, dytën prapë shpisë mësusit. Pëthanë këtë një shokë që tash t'ja pështoj shpinë mësusit. Ja, mundesh, jas mundesh. Edhe e heki si prezingjiet një fishek, jështimi trelozit, edhe e marrë shënjesër vetëm tenkën. Tash shka kum roka ati nëhet nuk e di, veç e di që u tërhësht tankët dullë në masërove, të u largu për aty, ja pështova shpinë ati mësusit. Edhe neve dit në kara më najtë gjatë qëtë një luftimeve, 13 orë në ujtë ftoft, dhe më pa dalë për ujtë, deri në mbrëmje, se në pjesën mbrapa kemi pas livadës, këmë ishëm me dëpërtu. Ishë ekspozu? Ishëm ekspozu aty. Tash në luftime nuk në kanë shumë largë, aty në kanë 300 metra, po më duke me dhejtë qatë pozicion. Ishëm edhe matë sigurët, se s'më ishëm në zbëllu, veç me në hesë me në gjujtë. Edhe mbrëmje dure me prej tyjtë, shkum në shtabë aty, masaj në kalzun. Umleshëm mbrëmje, i kalzojshëm këtë aksionet, punët që kishim bënë qatë ditës.
Edhe kështu filloi u udhëz lufta me të madhe. Dolën në final çat kodën ku ishim na, erdhën edhe më shumë forcë të tjera. Të nesër më tash në ndrum pozicionin, dolën prapë në vit parë, po në krajin tjetër. Edhe aty gjatë çasë dite u mundu me mbajt, sa kishëm mundësi me mbajt, se tash në këtë fshatin nuk e di saktë se në kombë në këtë dalin këtë, dhe konë ja 30 vetë që e kemi mbrojt fshatin. Edhe i sheshmë ata normal, si ishin shumë largë. Unë e kisha që mitrelazë të ishin, ka qenë prodhemi i Jugoslavis, i vitit 43. Prodhemi vjetër, arme vjetër, po shumë precize. Kusht të dhatë mitrelazë, dhe a ke pas fish municion? Po, municion nuk kom pas shumë. Tash sa më thonë, bëna ki kom pas e një Mitsova fishek, që do kemi bajt një pjesë në zingjirë edhe një pjesë në shpinë. Edhe i pasha atë ishë një farë muri me blokë kështë të bardhë. Në këton kishë pas kasht. Në anën tjetër ishën kanë të gyprat që u itin të hekrit, ishën kanë të bardhë në kështu. Edhe ne i përcërshëm ata, e kishëm një sniper, do armë si mitrelozat që kishëm ka pak. Edhe pishohën se mund gjithmonë më kënë interesu në luftë që ata që janë që levizin ma shumë. Ata është komandanti ose ne i KPDI ma i madhë. Edhe i vrejta një anin kur vërapoj hini me një farë ka qube të vogël që aty. Edhe e sheshna kështu shumë mirë e sheshna. Edhe fillu marrë dhe 3-4 tjerë. E kisha një shok një farë mentor Bëzhalën, shumë djallë trim. Sot është në perëndim edhe jetën. Thash mentor, thash, këqyrë thash e kishë snapjerin. Këqyrë thash në filan vendin, thash, shka po sheshet e? Tha, po tha pishota konkën e një grupë, tha aty mrana. Okej, tash. Qyra tash a kemi pa tash, edhe dhe në shohën e mitrelozin. Tha e shkulle, tha dhe ka qubën. Thash unë për sa dhe kreva, sa të zgjujma. Si, bëjshëm edhe kishëm ko, jo kishëm ko, po do kemi këty pak gjonat për moral, kësha din me morë sportivitet, po me ngrit moralin. Se në shtitë kuratë kërëm kanë, në 8 orë ditë, mësoj shumë, do më thënë, mësim, vetëm për moralin. Gjdo ditë e kemi pasë. Ta që rëndësishëm luft moralin? Shumë morali, shumë i rëndësishëm. Edhe shumë jo kom ndimu shokve me moral që në kanë matri. O eliminua i grupë aty të ajo ka quve? Ajo u eliminu, edhe thash unë për sot e kreva. Po ishme i gare, se kishë punë aty sa dush. Edhe hi unë me një shpi aty, kështë një shpi një katë që kështë e vjetës, si këtë njerë që kemi pasë odat burrave që jetë ishin. I kishë pasë mes aty ato si shinat drunit, po gjakin atje. Edhe unë u shtrina në kokër shpinë kështu edhe tash i emocionu se shkoj dita marë, fillimi i marë. Ndikur, zdi kërë ka ardhë një farëzhuar me tash në raketë madhe, qa u banë tash kështu. Më njerë më lakmarën, e vëdhen, men e tash, nuk u disha se isha mamë në shpe. Ata shokë jashtë. Edhe më këthy për mes që shto shpet, e kom shti pushën e krye, edhe thash nëse më bjen raketa në shpe, kur të më gjajnë të shumë më njoftë ftyrë me ditë kush jam, edhe në puna prëndve. Me të identifiku, po. Edhe bu kaloj zhurma, dola për jashtë shpet, thash ka ta shokë ta, të piskat ura, shkavovre, tha qyre të aeroplanet e Gjermanit. 2 aeroplanat, nuk e di çfarë tipi ishin kanë, të bardhë, flamuri i Gjermanit drejt e ka ata. Fillun shkijet me ikë për atyt, fillun me ikë për atyt mu tërhek, se panë që veç e ka për e NATO seriozisht punën. Ne nuk në shumë adha ditë të ditën. Të mas nesër më përbjen. Qashtu në luftime prapë, në qatë pikë, se në shëshëm tash, si nishëm me dëpërtu me hinë në fshatë. Nuk e dishëm sa popullat në kam jetë në fshatë. Nuk shishëm njerëz, po se dishëm aty këtu në plak në shta. Edhe gjatë luftimeve aty përvjen një fëmi, që ka qenë shumë interesant kjo, kërkush nuk e njeh këtë fëmi, kërkush nuk e ka pa kur mas luftat fëmi, kërkush nuk e din që është vraj fëmi, ai nuk e din që a ke puna e që i zote dikon me në lemrune e ndishka, se është puna mirë. Ata këshin pas ty, se këshin pasar mas në shumë forësat në ndaj për mu hakmarë, se shumë kanë pas vrarë. Jo veç prej grupit tem, për kemi që ato 30-40 vetë, se
pësui sa kësa në kanë, jemi kanë pozicionuar në për pikat ndryshme. Tërë kënë pas ata humbjet mëdhaja. Për mua akmarë ishin qua ata këshin arë shumë, me mija vetë. Edhe erdha i fëmija ty për thotë, tha, batësa, unë e tëre i kënë në shumë stejët, më do këma i vjetër, se s'na besoj ki populata, këtë fëmi, edhe në 3. Tha, batësa kanë hita shkrijet të shkolla. Që shkolla ishtë mjëtë diskatunit, na i kishën bikën atje. Tha shumë jo, se lagota se s'kanë hita shumë. Në anë jeme, se kënesin shojshëm, ta shkoj të këj Alimalogu Gjeli Dajs, edhe këj piskati, hupa djeta pjesë të më zbën të propagandë. Leta, pëse piskat? Ta për shkoj të këshyur me të njëherë, nështë e vërtet, edhe ku marrë me në tërë bërgjallën. Ka një pushë gëdhejshë me veti, për mësë i bajtë rëmë të tashme, me të relacion shkojshëm. Ku i me shku ofër shkollës. Nuk e di, protesta kur të banë, qashtë njërës kështë pasët e. Kretë loj uniforme, me mjekra, me shamia, autoblindet e shënhin fshat, e ata këshin pas qëllimi me në dalë njëve për anës mrapa, edhe me në shtinë kurt, me në zonë gjallë. Këtë qëllimi konë me në zonë gjallë njëve ata se u tuqin që këndarë për kuracije shumë, me bon propagandë që i zonë në ustash. Ushtar kratë, po. Do hanë atë ku kanë kalu ata nuk ka pas pikat juje që... Vetë një pikë ka qenë atje, në fillim, atë pikë kishin pas thy ata. Se forca shumë ndaja kishin pas thy. Nas kemi pas radioli dhe më morë vesh, zote e qoj për tamë me fëmin me në tregu. Edhe im këthy këta shokë këto katone ishin marrë shkjet. Qysh, këtë të shkollat e ishin një. Edhe imi mbledhë këtë ushtartë aty, imi në gjitë ashtë në kodën e Dobërdelanit në altë. O të s'kishë pas ka më shku, këtë ishkon, e kishën pas rëthu me Dobërdelan me këtë ishën konë me mija vetë. Kur shku ma t'ina në kodër, ata këtë shokët hecën. E kodra për pjetë veç gurin, dhe ma dhe nasë një shkura hiqesh, këtë gurin. Tash këta që i gjujshëm na, ata i kishin tankët atje. Ata në gjujshin prej këse one me sanë direkt neve. Po këta që kishin poshtë nuk hecën këta, se edhe ata të qenë shumë. Nuk hecën ata, po në gjujshin këta për mrapa. Unë gjetëm në atë njerë, dashtë i zote, asë një pa u plagos, shkum që shumë pas mire. Shkum atë njerë, komplet grupa i hini malit, se në malit ata nuk hishin. Hinë në malit aty edhe ishin pas njallë aty ofër malit. Tash unë, Lima Loko, Fatmer Kabashi, kemi pas komandant, edhe një gjallë qete i Studençanit. Tash ishim met me nese, na matrana dhe u lodhëm të hecë. Po fishek të zingjirë hargjum, e në vetëm në qantë. Tash s'kishëm ko me mbush zingjirën, edhe në të hecë për midis livallit, kur kënë dalë në dy antë. Ata kishin pas gjithse qysh qëllimi me në zaneve gjallë. Edhe kënë dalë për të dy anëve, gjujshin, qash shumë gjujshin, më shkoj ke mene shumë momental, thëna, leqe për në vrasë njerë për qysh për vitën në mërë veti. Qështo gjujshin, direkt. Edhe unë bëjshmë hajgare me këtë djallë në dajsë. A li thësha më së gutë që të bizan plumat me kam. A i nalë ki hapat. Këtë e se për me, ju shumë 3 të bëj hajgare. A i Fatmir Kabashi i ka pas një stefer si kësa verë, shumë të mirë. Shkrep kajt, pam kanë një minal, mësë mujtë me hecë. Edhe dëpërtume për aty të henëm, si me thonë, 20 metra, i shka një gardë dhe mure me gurë, që kënë herë shatër që i banë. Edhe kër i mi dalë që këmë hinet pjesën dhe, i këmë pasë kontrol të nikon një 5-6 vendet shpumë për i plumave, që mi këshin pas rokë. Edhe na veç kemi najtë mas gardët të ati i murit, nuk kënë hecë ata, ish koha si mas dite, nuk hecën ata. Mas na i fillu më dollëm në të pjesën, tash u zhvilloki lufta se me tishti në të nëna me, që është bën luftë në dhomë ta. E thika, është bën luftë e të mërshme. Ne ishëm në pozicion të Gulinjove ishtë të shkum, edhe i shishëm kur vinshin e kishin pas një farë mëlloj autoblinde, për fundi shkon e qelne, edhe në gjujshin të farë loj raketa tym, per dhe tymit, për natës mos më do, ka për fundi na prej kodës i shishëm, viki autoblinde i mbledh një ka një ushtarë të vetë në për livadhe, i shtiki për mësme pa ushtarë tjerë kër të vinë për forcime, mësme hup moralin. E këto kështu mas të në vazhdu në disa ditë qëtu. A kanë mbledh heqë? Shumë. E di që qatë ditën e parë, dikon, si pas numërimeve tona, një kompromit që në 10 vetë serbë të vranë, që është të sigur të 100%.
Lloj njësitje. Lloj njësitje ka pas për njësitje më elite që kanë punë atë se si paramilitare se si kanë ata ushtar rregullt. Mbas fizionomisë në kara më pa për afër me ta. Këtë kanë qenë njerëz burra mosh madhore me mjekra të mëdhaj se i kanë zgjedhur njësit ata. Edhe dikur e majtën atë zonën nga Lusha, aty u patën bradë do shok tonë. Bile një shok ka qëllu në një stekam bashkë aty ku ju ka vrarë shoki më i ngushtë i vetë. Masë pa të pas trauma a djali i shiri. Edhe njeva që ka pas trauma, i tha shoku veç më gjetë më punë nga të meja se disha se kisha një urime për ngritë moralit për pjushtisë krahëve. Edhe më gjetë në djalin e morëm, e më isha nga të vete. So vjeqaj? 17 vjeç, 17 vjeç gjys. Edhe më isha nga të vete tonë kohën. Dikur erdhi një urdhën me shku në Kleçk për atyjt. Nuk e disha arsye, nuk ishëm në pozicion na për shembull për me lëshu pikën, se qëndroj shumë mirë, po arsyeja që na thanë se mos më rreziku popullata, se na gjujnë në këta, ata gjujnë popullatën e vrajshën. Urdhën nga shtabi apo? Urdhën nga shtabi. Që shto për folin atë kohë në një të natës në karë urdhën, me lëshu pikat më shku në Kleçk. Shku në Kleçk edhe rrugtim mës vetë. Dhe atje luftime dëpërtu në shku në Kleçk një grupë, sa nuk e di sa pratja, sa urtare tonë. Po jo pak. Edhe kemi najt një kohë në Kleçk, nështë dhe në bramje, gjatë ditës. Për më gjesë ku shkum, dhe në darkë. Kush e pritja dhe? Unë me të kazu drejtën nuk i njesha, se i rrët pikuraci nuk njesha kërkon të hishtu, përveç që ty në grupës teme. Në pretën dhe të shtabit në Kleçk, edhe dikur është organizu me dëpërtu një njësi se këtu ka pas shumë vetë që në 20 veta, nuk e di sa në konë, me dalë me dëpërtu në Budakov. Ta shunesuna për rrugës, ka Reçaki, anajna, ato rrugë të anajna. Shkum në Lanesh të komandant Guri, njeri drangu, unë s'kum pasi njeri. Trem, i kështë pasu shtarë trima, edhe një natë, se unë alëm aty një 4 shok, e banim një natë të komandant Guri. Bili edhe një dimu me dole me dhe në rojë, mi marrojë, se s'dishëm as ku jemi. Edhe të nesëm me vazhdu më shkum për Budakov, ku shkum atje, një teren, një hapër, një shpijet, një lojë atje, ishën konë shumë shatë i hapër kështu. Edhe atje kishë pas shumë forca të serbe. Tash neve në qëtën me vëzhgu terenin, si vëzhgu që ishëm, më njëftu me terenin, nësë njëshëm unë për vetit se dishën asë ku jam, se isha arë për Kroacia, ose dishën asë oreka ku asë sakt, veç rrugë kërësore që ka më kalu. Edhe aty, veç ishën në vazhdimësi, luftimet pa të në fillu atër, gjatë bombardimve. Edhe, u ka një farë pika aty, i kishën pas një njësi ma elita, ata do të ishën qërës, tash nësë si dishëm. Edhe i shka një anë të dalë, i zhvillu më kështu, të dalë të këthy këna e Kanadë me kësë një unë për shqiptarë, edhe dirë kënë shokër për pjetë i deshëm. Jakuriq. Edhe një shok, po tarë spedijin, kënë ata lata dhe gjema, kënë dy komandanta, shumë bjem trima. E një anë e bitinve, edhe nuk kënë shumë me rritë më dhej, për kënë shumë zemrake, shumë trima. E kujdele e Rusi, e serba këshka konë, s'pëdi, kujdele me provoku këne, tja fut kësë snajper me plumin e parë, lullë balit, kokër shpinsë. Kush e qëllën? Po s'pëdi tash një anë për këtyne gjemve, jelata e gjema, s'pëdi s'cili e konë, se unë ta shushishëm pozicione, nuk e pash saktet. Edhe po më nga trojnë, se si njësojmë i pa. Edhe kër e vrava ata asë nuk dirëshim e marë, se u të që me dalë, dikur e tërhaqin të qysh. Kur dirëshim e marë rujë, në disa detë atë, një nga i kënë që e këtë qeshmen, hikim rana qëtë, nga i kënë e shtiki bakalli me marë rujë, hikim rana, një shpije re. Që është frika caka? Shumë frika caka. Po si një shumë ratë. E aty mu po të plagos nipi, se gjujshën ata këshën pas shumë është të i.
gjytën e mu plagos nipi e do shokot e u plagosën. Po kur e morëm me pozicionet atynve, çka me pa aty, sa shiringat e drogë që kishin marrë, drogeratën. Pluma, gzholjat pluma me kamiona, kështu që kishin harxhuar atë gjyt ne. Po pozicionet jam mërshëm, vazhdimisht i sulmojshëm, çdo herë kemi pas suksese me humbje minimale ose pa to heq. Edhe dikur një farë komandanti ka qenë shumë djalë i mirë, Bekim Arifa i anës Gjilanit. Unë me të kallëzu drejtën nuk isha interesuar, nuk i njësha komandantët se ishëm gjithmonë në teren, edhe nuk isha ardhur mu afirmu, e kisha një obligim moral me luftu. Edhe, po më thot e ditë, Faik tha, e kam thë detyrë shumë të rëndësishme. Shka komandant? Tha, duhet të me përcjell tha komandën e shtabit përgjithshëm të me qutë në Shqipni. Tha, më kanë thonë të me gjithë të gjemë besoshëm, të fortë. Tha, ku më gjithë bashkë mua, dhe se këtë shokë më të fortë si une, tha, unë e vishë ty të besoj. Ani falënderes është komandant, po kjo nuk është hapë dëna s'po dënë, do të më kryjë se është urdhër, nëse është dënë urdhën, do të më kryjë kjo. Nuk diskutohet, dhe zbatohet. Urdhë zbatohet. Tha gjojnë ta dhe 2 djemë tjerë, tha, edhe du të me marrë, tha, për sipër, shumë punë, tha, me rëndësi të madhe, tha, dhe shumë me përgjegjësi të madhe. Edhe unë e mura Ali Malokun gjenë në dajs, ky ka qenë, Alia ka qenë karatist, do të thonë, si fëmijë, e ka pasur klubin e vet karatës. Është njëri prej atyre që e ka organizu rinin e lagjës për më shku në QK. E ka pasur klubin e vet, edhe i kanë hi shkijet njerë, i kanë ardhur, ja kanë tyz sallën, me këqyre shka ka mërënda se dikush ose ka lejmë rusi dhe ka thonë jënë të përgatit të për më shku në luft. 3 ata në kanë, Alia Merisi unë është. Edhe Alia i ka thirë ata shokët, i ka thonë, më halës, na thot, duhet më bëgë gati më shku në luft se leja s'ka me lënë rahat. Ne jemi të përgatit për gjithë punë, të më shku më gasi. Edhe qështu kanë filluar të përgatitet në lagje, kur filluan demonstratat këtë Kosovë që deshin në për qytete, kë i papërvoj, apo zemrak për karate, për kështu fizikisht nuk ka pas njëri më të fortë. Edhe shkon e të në protesta, tash një milic, polic serb, ka shku mira këti, kështë qarë që i përgatitën fizikisht, i ka ra shkelem ati policit edhe ka qitë në tokë, i ka marrë automatin, i ka ra automat, s'ka ditë me marrë me vra, po ja ka lanë që të atë në protesta. Dhe prej aty në sanaj shku në Junik, në konë edhe në Junik të kjo grupa. Pasaj kanë deportu në Tropoj, në konë të Abeja të Bekim Berisha, pasaj kanë shku në Tropoj për më armatos, edhe aty kanë vazhdu stërvitjet, se e kanë pa përvojt, këta e kanë vesh karatista, po me luft s'kën pas të njëri, kanë shku në Shqipëri masaj jënë stërvit, edhe që e marrë që të reguar në fillim, kur fillimi kërë mi shku në luft, kjo u kanë hi masaj në Kosovë. Po këtë arsye edhe zgjodhe ti me të përcjell shtabin e përgjithshëm në ekipin e juaj. Po, unë e zgjodha antarët e shtabit të përgjithshëm. Po, se ky e disha që është i përgatitur fizikisht, edhe një djalë shumë trem, Ramet Indije tash ka vdekur, Sadri Rexhaj, shumë djalë trem, shumë djalë besnik. Pa ata ishin 3 vllazën në luftë. Njëri i plagosën, i madhe i Tunisni Rexhaj, i plagosën dhe Bekim Rexhaj është i më i ri si këta. Tash unë e zgjodha Sadrin se i besojshën se kurse vin 3 vllazën në luftë, më të besoshëm skijet. Me gjëse në kanë këtë besoshëm dhe shok, po tham personale se unë tjertë nuk i njeshën kështu me këta i më rritë, edhe i mora dhe Sadrin, të regoha komandante tash që ta jemi tash na si një ekip. Tha o kry, të nesër mën, kishë më njësë për rrugë. Ku keni pas me marrë dhe kush ka qenë në atë ekip? Po, kretë nuk më kujtohen, prej Budakove i minis, ka qenë një shtab në Budakov, prej Budakove i minis, ka qenë shefi shtabit përgjithshëm Bistim Zirapi, ka qenë Adem Grabovci, komandanti i zonës i brigadës 103 në Zhbindin Kastrati, i zonës operative, Pashtrikut, ka qenë Lum Hërgjiu nga Unikë që lemrëke Besaj Ajdin e Bazi, ka qenë Ver Rustemi, komandanti
artillerisë shumë një fort, Rifat Sulemani, Fadil Zenallahu, Dorak Zyrapi, na 3 ka qenë Muhamet Bytyqi i Breshansit, bile me këtë Muhametin e kam edhe një histori shumë për dikonit së shkurrë, po për mu është kur shëvlerëson. Po mund është me rëfy. Edhe kjo ishin si grup që i kishin me më përcjell, ishin do tjerë, për nuk i njeshë, tash me të regu drejtën se unë në Kosovë me vite s'kisha ardhas, gjatë luftës më kara me njerë në vesh në teren ma shumë rishëm. Edhe do nesën për rrugë. Tash këtë rrugë malore, rrugë bjeshk, një pjesë se ishëm në zonën tonë, heshëm ditën, po zakonisht duke me ecë natën se për shkaqe sigurie. Edhe të ecë rrugës me qëtë Muhametin që të tregova, ishëm do bjeshk ka jezerësit, pa më rinë jezerës, nuk e di sakt, në rrugë malore, Muhameti s'po hecë, edhe një po hecë të qalu, e shohune, tash me pas një që s'hecë, me vete është pak më të lashë, plus e kishëm jetë plagosëm, i ndjej ka vdek, heriz, gashim s'ga bosha. Ka qenë Soreksa, ka qenë i plagosëm në kokë, për syni këtë ka dalë plungë edhe në këtë anë. Unë asin njeri s'kum njoftë kur, edhe s'ka me njoftë kur asin njeri qëfar morali kështë pasa, gjallë trim, ka qenë snajperist, po për fatë keqë snajperisi aty në përket që e konë ma pozicion më të mirë edhe e ka pas lëndu këta në në përmjet optikës, e ka pas godit, edhe konë shumë i lëndu në keqë. Edhe tash me Muhametit të hecë rrugës, s'po mundet. Shaki Muhamet, a i tha më zbet të shaka. Shkaki, tha, qërë të shaka, ku i ka hekë pucet. Shka me pa, kom, krejtë gjak. Meshë, këshim pas ba komët. Une i kishë në do këpuca, që i kisha blejtë ku era me shku në luft. Shadaran ka qenë një butik sportiv kështu, e shku e bleva në planika e të ishin 100 markën e të ko, se unë e disha shka është lufta, se unë, pse që kishë në koni përgatitën, nuk më konë pa një hori. E shku e bleva këpucë të mira, uniformën e kisha të mirë. Kur i kom datë këpucët. Këpucët e mija, ja kom datë Muhametit. Tash merët e shtu këpucët e mija mati. I kam datë këpucët e mija, e kam të evrane, i kështë gjak, po ma të rahatshme, shumë ma të rahatshme. Tash kur i mbata këpucët ati, s'ka shku as 1 kilometër të mjet më bënë edhe mazisit ati. Po tash unë zguzojshna as me qalu, se ishna pjesë e sigurimit, as nuk guzojshna më ankush edhe më dhamin kamt, edhe të mjet më bënë në gjak, më kullojshin gjak. Edhe gardu në rrugën që shto. Shkum në Jezerës, ku shkum aty në Jezerës, po shumë pak nësi, edhe u taku me Agim Qekun. Komanda, ata ishën kontojnë në Kosovë, në të dalë të shku për në të pjesën edhe. Edhe tash, ku e pashun Agim Qekun, nuk e merë mirë për të kazë drejtë se Agimi me babën tem shok për e Kroacia. Agimi nuk e dike që unë e ku marë në luft në Kosovë. Më më njoftë më njeki, thash më njoftë, tash më paki mu, o më nalë, mësë më shku me këta, më thotë hadhe në sigurim të evel. Më shkoj ke mene, nështë adha së më kishë nalë, po më shkoj ke mene më shashto. Edhe që këmë ullë kapelen të poshtë në shoha dhe në arsy, mësë më vrejtë kush jam, u përshëndetëm kërë nesën për rrugë, vazhdu në rrugën. Nga ka përcjellë për aty një fardjali e krem Matoshi. Edhe shkumë në Jezerës, një farë traktori dhe një farë pjese, prej Jezesit për ngrejme prej Zetë, nisëm. Një farë traktori në qoj dhe një farë pjese, masan atë pjesën në kam. Kur më rrenëm atje në ngrejme, fillun bombardimet sa shkumna. Ora 4 mëngjesit. Edhe ishë ka një gjamia të vjetër pa minare, të ishin 600 vjetë i ka e vjetër e gjamia. Ishë ka shumë e vjetër. Tash ata fshatarë të ishin shka o bon se mirë kemë dhe sot pse pa në gjujnë. Nësë dishëm gjanë shka o bon, nuk dishëm ku jemi, në terë, sënë së qëshmë gjanë, plagën, këtë ujë, futës të ujë. Edhe vjen një komandant, tha, a bëdini me në animu, tha se nuk kemi punën mirë. Valla komandant pëton pa u bon të rita, s'pëdim ku jemi, edhe në dalë më vra, une nuk i marë për Kroacia më vra, a plumi nuk të vetë, po më ku marë me luftu, nuk ku marë kur së këndojtë që fitu, që shtoj latent e vjetër. Me fitu, së ku marë kur me deka është e pashmangshme, po qëllimi e konë me luftu. Dikur i fillu në mështu gjujtjet, i thonë këtu një gjemve,
Qohë me thash dalën, se për në bjena granat në xhami, në mytë s'kemi shka me kalzu, vetë zoti kush ka vras, dina s'ka me kalzu, atë në interesant. U qumë, ku e qumë me dalë për aty, s'ka me s'moj shumë i bakë pucët, se në këshin ngrik pucët, ftoft. Në këshin ngrik pucët për i ujtë, u kanë koha ftoft atëra. Njani mama i ki këpucën, njani mama i ki kamerën, mi shtin këpucë, është njani tjetër, dhe se e mbathëm. Ku shkumë të shtabi atë, shkon afër një fa shtabi. Të bon laf, ka me dalë, qysh me dalë të bon tash planin. Kër e një djali plagosën, e kështë rokë plume ishtë të ngojë, janë e mani kështë pas dalë, për sneperit. Jo, se pa më që se situata bash, tash kër e pa me djalin, i thamë këtyme, s'pasëm qara pa dalë, se e pasëm punën në keshtë, nuk e dish në ku je, në qëfar tereni janë. Kur të bo laf, kur e pronën që të e krejmë matoshin, aji ushtarju që kësë, po aji ka qenë me civilka, edhe në përcjellë neve dherë në ngrejme prej ezerësit, në ka këtëzu rrugën. Kur e pa me krejmin, e pronën në qeve, në batanije, të plagosën. E kishë rogë plumi në mes trupit, e kishë shumë e kishë bës dëmtu. Kur e pa me gjallë dranguet, gjallë e fort, kur e pa më që edhe krejmi u plagos, edhe i thash mi në shokë, thash për dalë. Kur dorëm aty për në thotë një komandanti, tha, ma po është tankën, në një RPG, e kishë me veti për shkaqe sigurie me një prellë. Aty për gjatë rrugtimit, tha është tankë, tha ma po është që tje, edhe tha duhet me dalë, tha me sulmu tankën. Ali Maloku, Gjali Dajs, edhe Remzi Shala, Dzia Mollaku që e të ishin, e morën RPG në shkull me sulmu tankën. Si me thonë 300 metra ma poshtë tje. Unë edhe Sadria, në lanë me një farë pozicioni, aty s'kish pas as sistikama, as kërgjove që ka kishin hec traktorat që kishin bajt dru, një farë gardhi i thurë me thupra që me thera, tha, që të thaj pozicioni, tash, komandant tash, që shmëndaj tash të tash, s'kemi siguri. Tha që atë pjesën që tjetë, tha i kam të ushtarët e mi, tash atë kodrën, tha i në ushtarët e mi, sërë tha në që këtejet që të shpijet në këllëzaj, tha tanka është ati poshtë. Okej, tash në pozicioni, që atë mësi që kishëm. Edhe tash për i vëzhgom në ato shpijet, ku në thajnë, i kënë marrë shpijet ato shpija, tash një farë kaqube, më do këni ushtari mas kumë, po unë të shë me gjujtë në ta, anshtas, tash në veç në livizit vogër, gjujtë ta heki. Qato fjallë, di gjave që kur ka dalë tenka i shkon të na. Nuk i shkon që poshtesh, po i shkon të na. A i shkon dyja, nuk po di, për një dull të na. Kuna ka dalë në 10 metra. Tash ne ishëm pozicion në altë, ajo tanka prek se anë viki për pjetë, edhe kur dulë para neve tash, kishëm me shka me sulmu tankën, ishëm me kalasha. Dikur, e Sadria, o daj, tha, më të ki daj, se kish daj për kështu, si shpreje. O daj, tash kemi thash ma mirë. Kur nisë ata me ardhë, se shkojshën komisaria mas tankës për ma siguri, ta ma një nisë për pjetë me ardhë, kokët në altë, ne ishëm pozicion në trafsht, edhe ja kemi qu rafalat, i në alë më shtrinë, aty. Edhe tash kishëm qëllimin me shku me sigur komandantët se ishëm qatë dëtyrë rejonis që ja, nuk ishë dëtyra me dalë aty më vranë në shatë ku së ishëm as ku jemi. U në alë tenka, u në alë në shtria secën ata, se me siguri edhe nështë edhe i kemi vrasët, na me gjujtë në ta, ka kryujet i gjojtëm, normal, shajnë gjujtë shumë mirë. Edhe kemi vazhdu të shtabi. Kur kënë fillu me në gjujtë të e kodra që në thajnë ushtarët e mi, as i ka dita, s'pë di që është ndodhi, ma shkort, tash në gjujshën edhe ata. Tash në betëm nas, vishë s'pë di që farë aftësijez, të e pëkizote një farë fushien, asi. Të përtu në dhe aty, një farë forme, me zhage, me rotollime, me sanë, shkumë në ti të shtabi, qëllimi mi pështu, be i siguru komandantët, nësë kishëm qëllimin tjetër. Kur shkumë aty të shtabi, një shpi më rapa ishin kanë pozicionu komandantët, se shtabi i shkonë në pozicion, a i kur kanë bënë shtabin, nështë asë kanë vija parë, por që dhe tira në vitë parë i biki, më kanë. Edhe aty fillu e të me gjujtë shtabin. Tash, veç unë e Sadria në shtab. Shkumë aty. Që këtë djali, që këtë krematoshi, tash kur kanë gjujtë ata, ushtarët e fshatit, së në kënë qu se Iran, edhe e këshin pas planë aty në midis rruga djallin.
Tash unë e Sadria e nisëm me gjujt, a ishë mrapa i plagosën, dhim, mundë me marrë me njëri sa... Pa përballushme, shfar gjakderdhe, gjallë trim, gjallë i mirë. Edhe, e nisëm me Sadrina, se nalë shumë gjujtjet, me s'pina me hec, erdhën në zhbindin kastrati komandanti, era Fadil Zënëllahi, erdhën me Rostemi, një farë se vetë më ka thonë që më kanë aty unë, tash nasha se kom vrejt, se si shkoha më këshirë kush është me mu. Nuk u di atje të kush, më sëdhumje, nasha për harre edhe emrat kush në kanë aty, edhe fillum me gjujt të tanë, tash në grupën aty në serve. Edhe a i djali për masë, o, mësë mleni lazën, tash na shishëm që a i gjuki për të binde shkovi, veç atë djalin tash nuk i interesojshëm na, pa ata shikit se kish në rafsh. Edhe thash në shokët të gjuni, tash më snalit arveç këtë heket janë. Ku nga që shë në për pluma, ku shkuj e ku shtë njërë. Nga e krem tash më sotot, tash në zerë unë. Vi normal të dhim të madhe. Edhe, ju më qumë, jam këm gjitë për kom me hekve aty, nuk më isha edhe me quë se Iranë edhe tash njeri plagosën për peshojke edhe ma shumë. Ka ngojtë edhe Fadil Zënëllahi, shoki Mitrovic, e kemi kap, e kemi shtinë në pruë, një farë pruë në shkonë. Mas në u këtym prap të vija. Gjuj, dikur në alën gjujtë, s'ka më gjujtë, së gjujtë kërkush, dhe u kry si sulm, prej që basi s'ka, u të raqën komandantët dole në pjesën tjetër. Dhe në ata shu do kemi prit Alinë edhe dzijën se shku me sulmu tenkën, tash ata metën atë pozicione nuk i dishëm, s'kishëm kontakte, a i kënë vra, a që qabam me ta. Kur pishovëm Alia me gjithë dzijën, në kam për kokër livadit, të hec, ne ishëm pozicionu mas figuri me Sadrin të prit, shka kur për levizin, nuk levizin më kërkushiq. Erën ata, ka dollë jo, që këta në për livad, as ju gjujte, jo ata s'gjujti kush. Për gjithë që na në qatë sulmin e të tenka, e kemi eliminu një sitin, qëra vetë se kënë dalë. Tash nuk e disa një konë atë komplet një sitit të në. Edhe kjo pjesë këna që i këto luftimet, edhe këto e shumë dhe më thonë në pritën e të nësë, mas gjujti kërkush. Ata erën në kam prej kërkushe që asë nuk gjujti dikush më në ta, njeve kënë të në mytë, ata s'gjujti. Dikur reorganizu për jetymit, që ne kishëm me hec, me vazhdu rrugë për Kaçanike, Maqedoni më shku. To që për foljen me pikat shkurta se rrugtimi ka zgjatë disa ditë. Po kuptohet. Edhe kur shkum një farvendi, tash ish muzgi, shohëm një farë rrugë, i shkon një rrugë e gjanë, me muret ndaja, sikur në për shtatër përpaj që kanë pas, edhe i shkon rrugë shumë e gjanë. Edhe e shohëm në një farë mjetë e mbidis rrugë, tash nuk e dishëm ashtë tenka shkashtë. Mëra pas zitëve, mureve, unë ishën të folë ata serbë në me veti. Muzikë të i ndrejshin, gjujshin me armë kundrejrore, aeroplan të natës dhe meke, edhe me të regu që janë qutë ata, që jemi aktivna. Ta është nga duke me kalu, ka që e mjeti midis rrugë. Edhe mi nisë unë i pari më shku, si vërshgosiv diverzant që me thonë, pushën kra, thikën ngoj, zhadë. Alia mas me e Sadria i treti. U duke më shku pjesë, së s'kishëm më qishë më marrë vesh, dhe në mund janë tjetër me depërtu. Kër më shku atë, si me thonë, 5-6 metar për traktor e shkonaj. I shkon traktor, e mbulun me qëlyme, rimora këne ke pas mbulun me qëlyme, për populata me shku me ikpi jetymit. Edhe tash unë kër afrova afer, pashë është traktor. Po pishot dy ushtarë ishë më pështetë se kokën në pështetë traktori kryt të këthyn, rotët e mrama në tanë, ata ishin hinat pjesën të rotët e mrama, ishën në konë të bëmë ma betë, bashkë për qatë rasin që ti traktori shka e kanë kuvat në qatë populatë. Ata ishë të krenu më ata, që këshin maltretu populatë, në këshin vrarë, shka për ditë shka këshin bëmë ata. Ta shë dukim në dëpërtu në atë. Edhe ishë këmë dhanë shenja lisë, edhe se kjo bakma i shkatë si une me krate. Dhe thash deltit në këtë anën tjetët traktorit, unë pikse anë edhe i kemi shku zhag, i kemi ratu ato të dy rojet, edhe tash më siku i komandant veç kërgjo. Qysh i ratu të të rojet? Ethika i nëm, mos më një zhurme, momenti ku gjëtën ata me kundrejror, na shku më ofër, edhe i e dur për anës tjetët traktorit. Do më thonë, të ardhë rasti me përdor thikën e rambës? Thikën e rambës e përdora, për atë paqë edhe. Edhe më qitë e faqe bartë.
Edhe i ratu mrojet, mas të rëkthove që të guma mram, i lam aty edhe tash më si ka zë komandant dhe se për në thojnë e se pse, ose bëhet në panik, se nuk e dishën kush në kretë me mu, bëhet në kush në panik, në tash më se bënë të makët. I kemi dhënë shaj sadris e tjerë grupën, i kënë ata, për mas tash gjdo herë shkojshën për para një disa metra për para, 100 metra, njëni pak më poshtë, edhe vazhdumë të ecë, kjo pak si për hajgare, kur shkumë një farë në fund që di katunit, edhe kur më rrenë aty në fund rrugë, i shkon një farë pjesë si livad i shkon, edhe tash na edhe të lodhën, po edhe hana i biki kështu në ndryqimi, jo shumë jase, tash kur kom dalë në të pjesën aty, kur i kom pa aty atë livadin, si më do këshin njerë ushtarë të ullën, të kërmust. Tash mos për në presin, tash për, ose morën në vesh, s'po di tash, shasoj më shkurt, kanë morë vesh jemi të arë, se ishë bytje shtabi përgjithshëm të shku, komplet komanda, tash... Ka mujtë me rrjedh në informacione. Po, qasoj mas shumë dytë, tash në bëna ki, jënë të në prit. Më gjithë se rojet në këna i eliminum, po tash atje pjesë tjetër, ka lemrën e kush ka kemë shku. Tash nuk më me thonë kush, po s'po di, ka në kom pas këtë me veti. Nuk i njëshën. Edhe kur shkumë aty, pishom ato tullën shumë si njerës të ullë që në kanë. Për thamë, Alise Sadris, tash, i shpërndava këne, unë për midisi, tash, dalëm, tash, që të partë, që ka të mundu me bo, të më shumë edhe këtini në thika. Kur shkumë të i pari, ka qubë, i shikanë ka quba, ishme më kështo. I papë që në ka quba, s'ka razik, i kemi tirë komandantët hade sa në situatë sigur të është tereni. Kemi esë aty edhe 200-300 metra, imi ullë, kemi përshu pak aty. Edhe kemi pas një telefon satelitor, komandantët kontaktu me NATO, nuk di me kon kontaktu, do koordinata, masë shkum na do zhurë mundin që aty erdhën të aeroplanët, me sigurje bombardumët në zorën aty ku ishin ata, se kishin pas forca të bëjegi shumë. Edhe na masë në dëpërtum, kadale, që të shkum në Kaçanik të një komandant Bardhe, kishin aty në patë. Ata në shimë, se në ishëm pa buk, pa hangër, pa pisë, me ditë në rabë me hecë. Edhe prej aty të kadale shkum në Macedoni, në Blac. Në Blac, për të ishin. Ndo kështë e Blac, një farë fshati për mi, mas tunela që të dikom. Të pika kofitara atë? Tunelat e Kaçanikët kojnë të të moqmit, për mi tunelat dikon në të bjeshk, ata të ishin Blac, unë nuk... Petrova, Blac, nuk e di me të kalu drejt. Si një ishin farë terenin, ata kishin pas një farë lloj shtabi, aty ishin kanë të organizuar shumë. Shumë ishin kanë të organizuar, edhe në pritën edhe me hangër kaçamak në të kohë, hangër kaçamak natën. Edhe në kanë organizuar me shku në Dibër, se atje do kemi dalë me kalu kufinin. Tash një natë bojtëm aty në Dibër me makina në qunë. Kur shkum në kufi, në kështin një kanë njëm bisede informative ata Maqedonisë. Unë një të që në Alisë, këti gjalli daj se kë temperamentë që në përbane i vepër, në kishëm dokumente, fotografi të ushtave plagosën e të vratën tonë me civilve, që kanë fotografu e dokumente, dhe ase do kemi që në Shqipni, nuk e di tash ato sana për shka. Tash kishëm do arme vetit vogla, kur dole, unë më tha qyshë ke jamit, e rajnë të jafutën e jamën pali dhe dëshë me kazu identitetin. Edhe tha kuj të shku, thash jam të shku tash në Shqipni, thash jam student në Prishtinë, musteqet i heka, se bujnë të njatën të ndibër. Musteqet, mërtet i pëta i këma herët kërë pëta njësë, u rova të, do këshën e kënë pas një furë atë, u rova edhe i vesha robët e lame, mi dhanë ata mi dvejta që të të një këshënjve. Ta manë student? Po, ta manë student. Uniformën e kom pas për fundi teshave, edhe kërë i bisede informative, i thash unë jam student, gruën thash e kam, jam i prizajnë dhe thash, po gruë jam ka dalë dhe ka kufini, unë jam student Prishtinë, i martu i ri, thash më të shku me lëpë gruën. Më shaj, e hangi forën, s'kisha në delash një sanë, kështë fort, dikuar Alia u vënu, gjysore. Unë e kisha tutën të Alia, ose përshet në shësanë informacion, se ata bëjnë pyetje provokative bëshin. Unë e gjuhën e një shamirë, kur unë dalë unë të ura të prit Alin, i shkoni djalli shqiptari Maqedonisë, djalli ri, nashta 20 vjeç. Polica? Jo, civil i shkoni. Civil.
Edhe hini më abet me mua edhe me Sadrin. Tash na dolëm si grup të tre. Edhe djali biseda, shto po unë nuk bishën provokime se nuk e mendojshna që është dallash, po hajt mos të folëm se isha Lia Helena pjesa më. Tash si ka dalë Lia, erdhi ty të na, edhe tha pështum, tha Lia. Tha ai shqiptari më shëndërisë, pse tha, ai në tha ju të çkësa, ky tha po, tha Lia. Vesh kur ka nisur biskat, o visu çkë, me këty në këtajm të çkës. Policëve. Ky Lia i përgatitur fizikisht ku ta ka përmbledh shkelëm kështu tore, edhe e qitin nuk luajë më ai. E ka Libanos me siguri. Edhe vërpu në operaturë, ndolëm në atë pjesë anë. Në pritëm dikush atje me një farfugoni. U bëm bashkë me shokët. Shkum në Shqipni, pastaj në Tiranë një ditë a dy. Pastaj na çuna për pika të tjera se tash ish komanda që ishin shkuar me organizu operacionin Shigjeta, ish shefi i operacionit Shigjeta, shefi i shtabit e Kreta. Tash duke me shku me vizitu pikat në për pikat strevitore që kanë pas, në Elshan, tasit e kukse në Burrele. Pastaj në Burrel shkum. Kur shkum aty në Burrel, kish pas shumë ushtar, kish pas. Edhe kish pas superende aty, diçka ishin kënçu diçka peshë ata ushtarët. 3 entuziast të prit me hi në Kosovë, s'kan mujt me hi fill, tash ata i kanë kap emocionet. Edhe të shpreh forcën se tash kur nisëm për shku luftë, i keni fangjenin pak më ndryshe. Edhe filluan me gjujt, ata i shikon të gjujt me armë pa lidhje përpjet të gjujt. Edhe komandanti Nizhbin Kastrati tha, me dalë tha me kqyr tha kush po gjuh. Dole unë me Fadrizën e Llajin. Edhe nisëm të jenem me rand këtë ushtarëve, të marrë era pushve si cilët pionera. Edhe gjeta një janin mas mrami ka ku shkova. Unë kur gjujte, po se dishna ku është pushka. Edhe ku marrë era pushkë. Ram, pa ja i ardhe era barot tamam, edhe thash, ku është kjo pushkë, tha, e çoj dorën, tha jam, ja thash. Ha dhe thash. Erdha me ne, ai përpara në përmas. Tash kishin pas një farë dhome që ishin biseda kështu, kur ishin ushtarët, mi shtin biseda, pa na shtonë çortem, çka pa di unë, biseda informative si gjana. Edhe betonin të gjem të shikon policia ushtarake. Na tha him, thash jo, tash Joseni, tash këto thash se hi unë tash më. Unë hi tash, s'keni punë me hi këtu. Kur hina aty mbrana, e kom shel derë në çerç, strak. Mirë dita të djalit. Pikaj tjetër, tha jam për Kaçanikit. Thash shumë mirë. Thash unë thash dje tash sot po marru për atëherë. Kom marrë tash për Kosovë. Për vijeve të frontit. Mas mbrëmte tash më kon Kaçanik. Edhe unë e nisa me spjegua tim pik për pike Kaçanikin që kemi pa. Edhe për me kemi pa Kaçanikin unë për vete si film horror. Domethënë që kishin ikë popullata, dritat e kishin lënë thjesht, dyert drejtore të qel. Përra, dhe si me tornado më ra. Edhe nisa me spjegu në situatën e Kaçanikit, e nisa me spjegu situatën në Kosovë, që shemi të dek në për një plumë që se kemi ma te për mjeda në shkave, të ju përqit një këto për lidhe, për hargjën e fishek, duhet mirujt për Serbin, e nisa djali me kajt, i shkon në ardhë për Gjermania. E nisa me kajt, kërë qela dherën, të ishë në tash ka i bane. Tash na nuk kemi tash të mi u ban shqiptarve. Unë e veç i kalzova këti 2 vetë në tash, në pa qa prejkë më dorë, a djali masaj joaj, po u rahatu në krejt tjerë, se e shpënda fjallën, shka e thash unë, mos gjujti kërkëshërë, e rahatu më gjendin. E masaj për atyjit, për Burrelit, në ra me shku në da në urdhën me shku me Kroaci me marrë pajisje për luftën. Masaj shkuan në Kroaci edhe u ktheva një javë për përfundimit luftës, po e pata një punë që shto smujta me hi për shkak dokumente në dogan. Edhe i marrë dhe hi masaj me 14 qershor në Prizren, që më shkurt më prish andra, shkove me kry një punë se unë kur të marrë një detyrë përgjithësi, o që edhe në fund ose se marrë heq. Pas ka vetë Marak. Marak më kam vetë se këtë luftën që kemi ba, erë puna ditën shlimit me sëvdarë si shqimtarë për shanë në qytet, po kryesore e lirie në kardhë. Që shë përjetut, kur e patë që për në me arrit qëllime që mu qliru Kosova? Më konë e pa imaginushme. Unë e njëtë ndjene e kom pasat në Kroaci.
E shisha vetën shpesh herë si më konë mes 4 mureve 20 metra të larta, qysh me dalë për këtumit. Po, kur rritë në Kroaci, thëshna nështë edhe na. Nështë edhe na, dini, ja rrisëm. Edhe erë shqyqyrës, erë liria, ku erë në qytet, shka me po, ta shkrejt Shoshnia, ishin mbledh dhe në Shadrvan, na kemi Shadrvanin në Prizren, ishin mbledh krejt Shoshnia të festue, të pije, të asy, tash ish knashti, qere sa nësa interesoj këne, veç liria, edhe ma që ashtu fillum, normal që jemi këna shumë, edhe sot jam shumë i knashën se fëmijët më shkojnë në shkolla, jo të mitë, për të ketë Kosovës, shkojnë të lirë, ku dojnë, udhtojnë natën shkojnë në Shqipni, natën vënë, shkojnë ku dojnë, shkojnë të lirë, kanë ketë Kosovën e kanë të lirë, falë gjakit dëshmorëve dhe mundit tonë që kemi pa. Besa dhe, jo besa po, shpesh e më shkrekin mene, kush për në organizon neve këto sena, kush për në bje neve bukën këto luftime, bishin dëhon bishin. Kush për në bje dëhon neve, qëfar organizimi ka pas në qëto kushte që shumë i konë, nuk në lishin kesh, në nështë kemi hekesh, momentale s'kemi pas në luks, po kemi pas me një barkin, nështë ka pas rast 2 ditë kemi hangër, po ditën e dytë kemi hangër kemi një barkin. Edhe se këto temat të vazhdojshme, se në këto historinat kujtohen me të ba ma bet me sidomos me shok të luft. Lafin e nëzirë që të. Lafin e nëzirë, shok të luft, për shumë këtë tullëm, njëni përmendi ma bet, a dit u konë kështu. Edhe si ke ma betit të Budakova kër shkumna, erdhe një grupë djemve, një gjallë, shumë gjallë shok i mirë, drejton Kabashi, Hamzi Gashi, Halit Syle, një grupë erdhe në ty, dhe ta shë ditë neve në qëllu në makarona në farë të nxjerë shu termosë që apëti. Ato makaronat ishin kanë vesh me langë të mishët dë bardë, kështë me është një pak e jerën, se s'kish mesh normal. Dhe ta shu ishim ullë në të hangër makarona, s'kishëm tjë dhe samë. Qaj drejtorni ish ullë në ish pështet për dere, edhe e kish kap një co bukë të thatë, e heki bukën thatë. Pe këshyri thash, kështu djali 3 më doke djali i heshëm, djali asë banë. Thash mërë të shok, thash, se që është më amër si kur në tjertë. Ja, thash, shpirtin të ma mërë të në gojta si shnitha këto. O ti, që u hatës se s'kemi, thash në më zgjetë, thash, se është luftë, të din. O, tha, des ta në gojta si shnitha, të des, së një hajta më kranë. Ja, bëjqyë, bëjsh aseri, thash, farë i nati, të këshyë, të marrë kesh për ta, E kom pas një konzervë peshkët ja 3-4 muaj, kom pas majtë në gjep atë konzervë. Po e rujsh atër në një ditë të zezë, e shtymë edhe një ditë. Edhe që vanë të japë konzervën ati, drejtorit. E qeli, e hongë e të konzervën, e shkonë sa edukat. E jemi shok të ngusht prej asaj konzerve, jemi me shumë shok të mirë. Ka pas raset të ndryshme, se tash edhe nuk më kujtohen shumë sana se... Sa po mëni thatë këtë pjesën e konzerves, po du me të ndërlidh me tash kohën aktuale, sa janë të bashkuar shqiptarët edhe nashta me përmbyll në fund krejt me një mesazh tuaj në sa i përket për qoftë gjeneratat e reja, po qoftë gjithë shqiptarëve kudo që janë që na përcjellin për sa i përket respektimit të vlerave të luftës, këtyre vlerave që kanë bërë shumë për këtë kamp dhe që sot jena në atë lirë dhe këtu bashkë bisedojmë. Po. Mu personalisht mu është më bërgosë shumë që kjo situatë. Por kjo situatë nuk është më bërgosë veç prej tashit. Unë e këta këmë vërejt më njerë mas lufte. Më njerë mas lufte fillun do dizinformata. Jo e kënë ble uniformët dhe të marka, jo këta uzurpatorë për zonë shpia, unë i dishë e shujke në zonë u që kërë banesën, asë një shok jemi, nuk ka banesë të zonë të Serbit, asë të kërkuj. Po në emër të QK s'kanë zonë tjerë? Po, i zishë në emër të QK, në zonë u QK, 3-4 banesë e dy kush i zike, edhe shujke në zonë u QK. Masën e fillur me në thonë një hajna. Që ta në fillim, pa vjetë në kërgjësh, që ta më këpucët ja kom dhe njerit, kur të ja kom lyp, e kam shumë shok të mirë, shpirtit. Ja kom dhënë konzervë në peshkët këti, do më thonë... Të keni ndo qdo sanë për vetit? Do të marrë puna, më thonë, dikush në atë kohë për foli. Edhe tash një dajs bashkë familje që të balistave. Po tash më i vjetër, Hajdar Planeja, i tash daj tash shumë është të mbrëngosë që kjo situatë. Pse? Tash s'për në dinë, tash heq tash adin popët, që shë për folin, tash më njëherë mas lufët e shkima vetë. Edhe tha, hajde dojta se e din Zoti. Thash na, Zoti e din, për nësë kemi luftu për Zot, në kemi luftu për qëtë popull. Edhe popullit du të më në ditë neve vlerë, se Zoti në ka rujt neve.
Në çfarë rasti kemi pas ku kemi hi që tregova fshek dhe mi ka shpu pantolt. Ku kemi hi në Krymiran në prit në Bullakov, se na kemi shumë raste, po jemi në misionet duhet me shku pak më të shkurta. E tash qëllimi është me na ditë populli pak. Jo më çu me çaj dikush që s'ka pas guxim me kap pushkën, ti më mirë thuj, vallai unë s'kam mujt me shku. Po të respektoj sa jam gjallë. Të respektoj, jo më thonë, unë s'kum shku me ata sa ata s'kan bërë kërgjeq. Jo, se dikush i ka bën çto sene. Dikush i ka vrarë çton ata serb. Çet rastin e Greme se ka përmend me Doshoviçin në Hag, 27 ushtarë mi keni vrarë në Hag, në Greme. Domethënë dikush i ka vrarë ata njerëz, dikush i ka vrarë ata në Semetisht. Në këtë Soreke, Drenice, Deçane, mos foli, dikush i ka kryer këtë punë. Për një ditë e lexova dje në një faqe që kishin bërë serb, një faqe herojtë e Kosharës ata kishin bërë. Njësia më e litë, 108 vetë kishin vrarë për ditë në Kosharë. Dje lexova në internet. Domethënë njësia më e litë, dikush i ka bërë atë punë. Po atë që s'ke pas guzim, mos i helmo fëmit. Se unë prej klasës 7, domethënë më kanë i angazhuar, i motivuar me shku me mbrojt vendin, se ti nëse s'ki vend, ti s'ki identitet, ti si e kërkushi, ma mirë me luftu si Leoni se me jetu si Qeni. Edhe unë gjithmonë ku shkun që ata. Edhe djallë, kam një djallë, edhe ata gjithmonë e frymëzojnë në qësi sanët. Duhet me gjdo sanë për vendin tonë. Kur mos këshur, asë një beneficion së kam për shtetit. Kur s'kom lip as punë, as s'kom lip as i gjanë financiare, kur gjo s'kemi lip, veç ka kemi punu me njerës, tash e pensionin e veteranit që e pa në apin si ku krejt tjerve që i kanë shti edhe që si në konë heq, ma shkurt, kur nuk kom këshyr, ka për në e shteti, s'kemi luftuna për me në dhanë shteti, s'kemi luftuna për me pas benefite. Që të mundet më njës për asaj që ka bënd të për shtetin, jo që ka bënd shteti për ty. Na kemi luftu veç për me arqë kiliri. Për mu, pasonia ma madhë është që jam sot që të në emision me ju, tash e hypim makinës shkojt e shpia, djali në del me shokrin, gjatë natën rrim me shok, e di që vjen të shpia, mund të më ndodhë, gjithka në aksidente, gjithka mund të më ndodhë. A ma di që është i sigurt, vjen të shpia, në përpara s'kemi guzu në bërë me dalë. Unë kërë marë prej Kroacie, e mi kanë në qatë lagje të rëthur me shpia me serb. Edhe krejtë në konë qetnik, me pjatë kuptimin e fjallës qetnik. Në konë shpijin që e ka pasë të i ka qenë një grue, e pa martu më kur. I ka pasë fotografinë e vlazëve vetë edhe babës. Na ishëm të mija tëra kur i mi ardhë në qytet me jetu, në të atë nitën. I të ishëm, kush janë këta? Na ishëm fëmi, a e folke shqipën si na. Thë ki baba 2 vlazën atë. Po, kush... A kanë deka të po të kemi kanë vratë e ke partizant. Pse? Të kemi kanë qetnik. Nëse ishëm shkanë qetnik në atë ko. Ta mësanaj të rritet i mësu sanët, dhe më thonë, këtë të kushiti kemi pas qetnik, me të kuptimin e fjallës, se ata një konë koloni që i kanë ardhë në Kosovë. Edhe unë kërë erdha për me shku në luft të në Turqëkës, e kemi pas një miqën, një farkushie, aji s'ka pas kërgjejsh, as buk s'ka pas ma hongër, qash që i shkoj fliqt. Edhe kërë më ka vërejt mu që këmë marrë për Kroacie për më shku në luft, më ka pa në përbarë 2-3 ditë, edhe kërë së më ka pa ma se e shkohë në luft, ka dole i ka banë zonë arës temë. Halide, dhe në zonë, Halide e ka pasen. Hade mi që të shka gotre, tha, ku më fa i ki bërë se pesho është ta, s'pëdo këtë ma, tha fa i ki u tuta për luft edhe ka shku të në Kroaci. Dhe më njëherë, jemi kanë të rezikum shumë prej tëne. Du më thonë që sot për ne, liria është gjithçka. S'ka sot mësë me pas lirin, që për shembull mes dalën për temave me Ukraina. Për janë gjendë me të thonë këtë pasonin me pas një lirin me pas. Me gjithë sesion të okupu, nuk sigur na që shumë e kanë atë formë. E tash për shembull dikush e krahason ose lirin me pasoni dikuj. Po mirë, pas ka bëu dikush pasoni, por ka bëu tash a domosdoshme na me fukara këtë UÇK-ja ka bëu dikur, ka bëu, ndoshta ka pas para luftë, ndoshta ka pas aftësi. Tash dikush ka aftësi, dikuj më dhon 1 milionar për orë të harxhun në paratë të hub, dikush pin i bën 1 milion, tash aftësi të njerëzve, të smundesh me çut hajna. Tash njerëz që kanë luftuar, njerëz që asi sa do pak na kemi nevojë veç për respekt. As nuk kemi nevojë për 200 euro mi marr, as nuk kemi, na e do me veç respektin. Se fal gjaki dëshmorëve, fal neve kontributit, fal aty në burra që kanë organizuar të luftë. Vesh llogaritë të nisan një grush njerëz për shembull të asaj kohe, që janë sot shumica
ka dhe dekën për ty në normal qërasi, që një kanë gjendë për shembull me ta lëviz kretë botën, me shtin lëvizje për ne për Kosovën. Me ta nis, me ta mush mendën ty marr prej Kroacie milionun e jetën e ai për Gjermanie e për Amerikë, marr me luftu për vend tonë me dekë. Domethënë, kjo ka aftësi e dikujt që e ka bën këtë luftë. Nuk ka aftësi aty që kanë vesh kulet, kanë shkuar në di raste që ka vesh kule, u lysin, unë ka shkuar në Shqipëni. Tash atje mas lufte unë jam patriot, po ka dalë se më tha njëri një ditë thonë si koment tha, mos i ke vesh ata ti kulët. Thash vallai, thash më marr thash pe grybetit, thash më vesh kulët, thash po kishin pas marr këtë do burra. Thash unë vesh uniformën, thash spada shumë vesh dolen mal. Çka më thon çitet aty. Për mua po them gjithçka është liria, nuk ka pasunia s'është kurrësh. Është shëndeta dhe liria. Ne urojmë që shqiptarët, sikur në kohë të lutës, të bashkohen edhe të arë sa më shumë, se vetëm këtë mënyrë përpara në kombi shqiptarë, dhe të falenderoj shumë për këtë rrëfim tuaj zoti Shehu, dhe po vazhdojmë tash tek pjesa poligonit, atë ku i testojmë aftësitë e juaja. Edhe shpresoj që rinia jonë mos të infektohet me politikë, rinia jonë të kanë ndjenën patriotike, dhe jo mbi gjitha, s'ka qëtëra dhe. Nëse vjen nevoja me luftu, inshallah s'vjen kur, gjithmonë do të me llogarit që duhet me luftu. Se për atë punë edhe gëzohet shtëpia kur lind djali, do të më mbrojt shtëpinë, do të më mbrojt nderin e nanës, do të më mbrojt. Nuk mendon dy herë as për djalin as Ja, s'ki shka me menduat. Mu baba im më tha, shkota, unë ta çka më thon, tash ti e parë tash unë shkoj në luftë, s'ki shka ty, do të më dikush duhet. Ik një kush ku më lan. Edhe s'ka nik në atë kohë kur luftu me shpata, lemo ditë sotit. Po rinia do të më kanë shumë kujdesshëm me këto infektimet politike. Së në politika është sot je nesër si je, atë dhe jetë gjithmonë. Liria mos më kanë e lyp, me shka dush, së në e merë mo, njëherë ka ardhë. Edhe ta që ishën, inshallah në rrëthanët pak më ndryshe, po që ishën mlefën në shumë kush në nejë për rrëth të kujshit, mundu me pas shumë të lashe, inshallah se s'vjen kur dhejta ja, po du të më kanë shumë kujdes, shumë mos më ufliq me goj, mos më infektu, politikanë të kanë biznis. Pa të regoj një më abet, i thash një Gjermani, tha kjo shokë jem, tha është shumë burri mirë, tha po, me shka punën, tha është politikan. Tha ma bani, tha, s'ka politikan burë mirë. Të më thonë, politikan është zanat. Nuk mund mi përzi rinin me këto sane, rininja du të më kanë përshëndrume veç të mësimi, të edhe dëshëria, edhe s'ka tjera sana këto në kretë puna në qëmë rëpare neve. Faleminderit shumë edhe herë, po vazhdojmë tek poligoni. Faleminderit juve. Zoti Shehu, tash kemi ardhur pra mbrana hapësirës së poligonit Trilod, aty ku mundemi me testu aftësitë e gjujtjes tuaj me armë. Faktikisht ju mundemi me zgjedh cilën armë, doni me armë gjatë apo me armë të shkurtë, edhe gjithë ky xhirim pra bëhet nën përcjelljen e instruktorëve të licencuar të poligonit Trilod, të cilët pra na qëndrojnë afër për çështje të sigurisë. Ideja e këtij realizimit, sikur çush e kom cek me mësaferë tjerë, edhe me juve, për është që me ndi atë farë ndjesin që keni me armë. S'po di tash, kjo pjesa shënjesës është nështë kur e ki cakun, është shënjestra ma e sakt, por edhe për mes fletës barë, nështë me këqyra atë shënjesën e juj që keni, edhe që mune me gëzu nështë edhe sëtë. Unë e kësha zhjetë gjatën, për punës shënjesës në të kohë, plumi një ke vetë, se edhe plumi i ka urejt atë. Po të përvojmë, s'ka është kohë gjatë që s'kom gjujt, po me mërmene që ka më kanë i mirë. Po, pyetjen e tjerë, që e kom bërë dhe tjerë, po të bëj edhe juve, çush është ajo ndjesi, dhe mos arë që e merr një armë, një ushtar, që këtë, çush e ndjeni ju atë farë? Për mu arma është si violina. Unë, jo që është armë mjet, po unë e du armën, është pjesë e jetës. Edhe, derisa se kom pas, e kam tash një me leje, e kom ble, edhe derisa se kom pas, çdo natë e kom pa ëndër, u qëshna ëndër, se gjinsh armën. Edhe derisa e bleva, tash e më ratu, tash e i qetë, se na s'mundu me najtë parën. Po, ndini siguri të ke fundit. Ndini siguri edhe është, po, është dashni është ajo. Arma është dashni, do të me i dashtë. I përmene atë pjesën e kamionit fundit që the që nuk mujta me prunë pra para ditës çlirimit, pra se pasi ato procedura që u zonën me dogana, me gjona ndryshme, çka nëse ai kamion, po mirë, po edhe këtë armatim, cilën pra gëzojmë sot si Kosovë, sipas juve kish mujt me qenë edhe rezultatin atë kohë, pra me atë okupatorin që nuk ka pas artilleri që s'ka posedu. Po, ai me pas mujt me hinë në momentin e duhur në Kosovë ka qenë armatimi specializuar, ka qenë armë shumë të mira, uniforma kemi pas shumë të mira, po fati ke asaj edhe shoqërluta u kry edhe tash
Sot kemi nevojë me pas armë, normal, më të mira, kemi armë të mira, por armatosmi ka pak, po gjithmonë duhet me mendu se paqja është kohë për mu armatos, nuk është ndaj sa tjetër. Po te ke fundit në armatimi është thjesht për sigurinë dhe për mbrojtje, çush ka qenë edhe fund vitet 90, po çush është edhe tash. Realisht. Se edhe lufta jonë ka qenë luftë për mbrojtjes, ka qenë luftë poshtuese, luftë na si më marr me gjanat të tjera përveç ka i takojnë ushtrisë, edhe gjithë kohën kemi pas punë vetëm me forcat serbe. Unë tonë kohën sa në luftë, asnjëherë s'm ka ra me pa civil serb ose përveç shqiptarë që kanë... Ti përmene që keni pasur edhe fshinë dhe nuk ju ka interesuar punë përderisa nuk ka pasur uniform vesh. Normal, derisa s'ka pas, megjithëse kam informata që në Meja Gjakovës është njëri prej atyre kriminalëve që ka bëu masakër, sot është në Serbi, jeton në sot është gjallë. Po na kemi pas obligim moral me kry luftën të pastër, qysh e kemi kryt pastër, qysh na kanë marrë shembull edhe për të mirë këtë bota një ushtri, me thonë guerile, me suksesa që kemi pas, edhe luftë shumë e pastër. Tash propagandat i bajnë të vetët, por na nuk kemi pjesë asaj, mundet kush do shka do me thonë, por realiteti është këtë diçka tjetër. Në rregull, atë zoti Sheu, na po i vendosim mosat mbrojtëse edhe po vazhdojmë tek pjesa e gjujtjes. Faleminderit juve. I largare caricatorin. Kontrollo. Mirë. Po të pyesi për ndjesinë zoti Sheu, çu shkën ndjesia mas pari pasi që rezultatin e këshyrëm pastaj. Knërsi. Knërsi, armë mirë. Të kishëm pas në të kohë. Ishin konë më të mira. Po, me mundësi atëra i kishëm bërë me të vjetra. Edhe shumë për tyne si ishin precize, po me mundësi që sa kemi pas me bo. Hajtë të pikëshyrëm edhe rezultatin e aty në 5 minuta. Katër nënë që një tetë. Në gjujtje shumë e mirë. Ta më në kryje kësha kryj punë. Të marë parasysh që tha që s'keni gjujtë gëgja një kohë, kështu që mirë është. Kështu që gëgja mirë është, po besoj që vjeqin me një përvoj, me një gjujtje pak më të shpesh, besoj që arrini. Me dy plumë kësha rogë deshin pas kryshme. Përdeje shumë, jam i knashën me rezultatin. Zoti Sheu, ne të falenderoj shumë mas pari edhe për rrëfimin, edhe për këtë pjesën e juaj, sa i përket pra kësaj gjujtjes këtu mbrana poligonit Rilot. Të falenderojmë edhe instruktorin e poligonit Rilot, edhe urojmë që të ardhmen vetë për të mirë të kohëmi. Falenderoj shumë. Edhe deshta me thonë diçka se ndoshta s'ku mund të përmend gjithë me emrin se si njësi kemi qenë e përbome prej këtë viseve të Kosovës për foli. Kemi pas Deçanit, të Pesë, të Kashanikut, unë i Hasit, gjithë domethënë këtë viseve të Kosovës. Gjem trima, gjem të mirë. Me emra këtë se një përmena. Tash ndoshta s'ma shohin për të madhe dhe shokët. Kuptohet se rrëfimi është pak i përmbledhur, kështu që pak do emra ndëngjohen, është e kuptueshme që këtë. Edhe në luftë është interesant kush ka marrë pjesë në luftë, din se lufta një moment të ngrit shumë lart, një moment të bën dëshmor, me sekonda është mbytyje edhe me një moment mund të bëj që si kanë kërkuar shesh. Tash secili ka rrëfimet e veta, dikush e ka më të gjata, dikush e ka më të shkurta, po momenti për momentin në luftë dallon shumë. E vërtet, kështu që ne të falenderoj për këtë pjesën tonë të rrëfimit që vënë. Inshallah gëzojmë lirin. Faleminderit shumë. Faleminderit, respekt. Faleminderit.